Për mua i merrte 5.000 euro në muaj, 6.000 euro në vit. Shumë normale. Po se avokate i? Ka studia avokati. Studio, po, pra po. Dhe i tha, unë nuk mund t'jem për sadakate. Kjo me që ju s'ke nevoj për mu, që i keni departament vetë, keni në studio tjera, unë po iki. Sadaka shdo me thëmë? Kështu bamirësi. Këta bamirës i thonë limo që janë këta më. Ka që bënë si bamirës, të duke hajdut pa parë. Dhe boga iku. Pra më me ditë e ata që. Boga, me boga, boga është i dhe gjë. I tha, unë nuk rriku atë ma për mëshirë, për 5.000 euro në muajt. Ju s'ke nevoj për muajt, nërë pafshë. Keni këta babalarë dhe mamalarë të komit atjertë. Ta që të rrujnë 5-6 milion euro. Tani. Ale dio. Unë e gati, Ja, fillojmë tani, Olimo. Digjoni anin, para se të fillojmë emisionin, më thuaj një gjë. Si ke përjetuar këto kohë, këto ditë e fundit? Për temperaturë, ke fjallën për këto, po. Jo, temperaturën e PD se kam fjallën. Mirë, a jetë temperaturë është, ala s'ka vajtë ke temperaturë e trupit. Ky Saliaji do bëhet kryeministër, thua? Qa të bëhet? Kryeministër. Po në që se bëhet qeveri stabiliteti. Shu e përbashkët. Me këto... Ti thua futet me ratë? Jo, në që se bëhet ajo qeveria që ne nga fshati i themi ndryshe, se këto i thonë me bazë gjerë, ne i themi me bet gjerë. Me be? Be. Me be, po. Në këto që nuk i ma karrikja, Po? që se bëhet ashtu, nuk e di. Që tjetë nga gjitha partijet, miks, nuk e di. Po, është Rama, apo dhe i këthu Rama. Jo, o them kur të mbaroj Rama, po këne vetë më burë. Se kjo është fut rrugës gjatë, apo jo? I është, e di. Ti do mbështesesh, po të ketë nevojë, apo jo? Aqë më shumë që thuti të bëhet kryeministër, si mos e mbështesat. Të kemë unë njerë shok, të kam 35 vjetë, që i kam pas kundërshtar kryeministrat. Të kemë unë i shok kryeministër, po së bëgja vetë. Po tani, është mbrapa Rama situatin në këtë sirëmari që kanë fillu këta? Ky, Saliaji me këtë Ilir Ali Mehmeti. Le më të flasin në emision, po kotë... Si mrapa? E sponsorizon në kuptimin pushteti këtë tani? Që dali tani në këtë moment? Ajo, nuk e di. Se besoj, që s'ka pas nevoj, nuk është se ka pas shpenzime, qa nevoj e ka për sponsor? Po që të bëj të loj, pra? Nuk e quj loj më shumë, se sa një... Nisë më s'do flasin pasaj. O, le dio fillu emisionin, vlasë, jemi vonë. Një taktik. Ja, s'do flasin pasaj për të. Le dio fillu emisionin. Përshëndetje të kësor, kemi mbritur, jemi live, ora është 22:03 minuta, jemi live, se çdo të martë të mërkur dhe të premte në emisionin tim Zonë e Lirë. Son të ju kujtoj, është e martë data 9 dhjetor 2025. Këtë emisionin mund të shikoni dhe në faqen time në YouTube, që le dio të nxjerr në ekran. Ja ku është, bëni një subscribe. Ndërkohë, ky është emisioni im numër, le dio, 1017, sezoni 23, zonja zotrinj. Me që la fjala, unë son të kam në studio, kjo është pjesa e parë, po son të kam në studio një, po themi tashmë mik të emisionit, a i vjen shpesh sa herë që ka qef, në fakt, se është njeri i lirë, për të hedhur dritë dhe për diskutuar, ja, si që shikoni, Mysim Murizi, mi broma, kënaqësi. Falenderit për ftesë. Nuk po ju prezentojmë Mysimin, sepse tashmë është personazh i njohur publik për të gjithë, s'ka nevojë për prezantime të mëdha, ish deputeti PD-s, njeri që e njeh mirë shtetin, mënyrën si funksionon shteti e të gjitha këto. Një nga aktivistët, ka lindur aktivist dhe fatikisht pritet të vazhdoj si i tillë, nuk heq dorë asnjëherë. E rëndësishme është që është një fjalë e lirë brenda kësaj lumnajës madhe që ndodh në Albanistan. Meqenëse fjala ka një lajm të fundit, Mysim, që do ta ndaj me ty, nuk e di sa e informuar je, por është vërtet lajmi i orës fundit, që Ledi do e plas tani në ekran. Është një dokument që sapo ka mbritur nga prokuroria normale, në fakt, si quhet kjo, prokuroria e Tiranës. Rajonale. Rajonale, po. Një dokument ku bëhet fjalë, plase Ledio, po plase, se Ledio pret shenjën time që ta plasë dhe nuk e plasë. Unë kam bërë arrestime, në fakt, nuk janë të gjitha arrestime, janë disa arreste shtëpie, ka dhe masa sigurie tjera, por nga arrestime për arsye vendi, më shumë lym. Por për mbledhtazi, për njerëz që nuk e din, Prokuroria e Tiranës, pas hetimeve mbi kallëzimin për shëmbjen pa njoftim të pallatit numër 140, ka provuar se në janar të vitit 2021, Bashkia e Tiranës shëmbi 6 objekte. Mos bëhet fjalë për kombinatin. Për kombinatin, bravo. 6 objekte, ndërsa në mars të 2021 Këshilli Bashkiak miratoi fond për demolimin, pra shkatrimin e 15 pallateve, duke përfshirë dhe ato të demoluara më parë. Subjektet ARB Trans 2010, Klaiger Konstruksion dhe mbikëqyrësi Maging Studio paraqitën punime fiktive dhe rrethana të rreme
duke dëmtuar buxhetin me fonde të disbursuara pa punime reale, thot mësim, dokumentet e punimeve u hartuan nga SHM me të dhënat pa vërteta. Ky është njoftimi, po lexosh njoftimi i prokurorisë së Tiranës. Punonësit e IMT-s, SQ dhe RR hartuan preventiva pa dalë në teren, duke u mbështetur vetëm në projektin emergjencave civile. Ndërkohë, drejtuesi i emergjencave civile AC, AB dhe EG kanë nënshkruar duke përdorur dokumente zyrtare të pavërteta për aktet e dorëzimit të sheshit të ndërtimit duke konsumuar falsifikimin në formën e rënduar. Pastaj kërkoj nga ty mësim që të ma dekriptosh të tekst sepse është pak teknik për njerëzit që na dëgjojnë. Masa sigurisë, arrest në shtëpi AC, drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, AB, drejtori i emergjencave civile, SQ, specialisti i IMT-s. IMT-ja është instituti jo instituti. Territorit. Institut quhet ky? Jo, nuk është institut. Inspektoriat. Inspektoriat, po më fal. I mbrojtjes territorit, po. Detyrim për aqitje EG, emergjenca civile, RR, IMT, AM, mbikëqyrëse SHM, përfaqësues ligjori BE, FF, përfaqësues ligjori BOE. Akuza thot, falsifikim dokumentesh bashkëpunim, neni 186 fraksion 1, 186 fraksion 2, 186 fraksion 3 dhe shpërdorim detyre neni 248. Kjo është pak a shumë përmbledhasi dokumenti që Ledio, në momentin që e ka gati, do e plasni në ekran. Lym, si mund ta kuptoj publiku i gjerë këtë që sapo lexova tani? Unë jam në dijenit kësaj. Sa po ka ndodhur në fakt? Ti mund të jesh dijeni përpara në hetim. Sepse kur isha në deputet, kam qenë në një takim me u kriju një grup, grupi për mbrojtjen e kombinatit, kanë dhe i faqe ata. Po, që do në protestuan ata, po. Po, dhe kam qenë takim, më këftuan, si në kryetar kuvendit kam qenë takim atje. Tu ma bën duke se ishte në vitin 2020-ën. Ka lidhje me tërmetin? Mas tërmetin, po. Dhe 2 apo 3 pallate ndjenin time fituan gjyqin, pasi u thash që bëni gjithë bashkë, merrni një avokat dhe shkojnë në gjyq, dhe fituan gjyqin, nuk janë prish. Nuk u prishën. Pjesa tjetër që është prish, i kanë quar për ndërtime, jo aty ku ishte, por në një vend poshtë ish zyrave të kombinatit tekstile, ku është normalisht ku derë dhe uret e zezat kombinatit, dhe një tip moçali, që është edhe pabanueshme, dhe nuk ju kanë dhënë shtëpi siç kanë patur këtu, që e ke detyrim kanë patur 2 hyrje, një vetë dhe një djali, i kanë bërë dhe bashkim, atje thot një hyrje takon 80 metra. Janë tallë dhe kanë bërë abuzuar edhe për çmim për metër, edhe me tendrat që kanë bërë në bashki, për kosto ndërtimi, edhe duke ju vjedhur ata që kanë pas më shumë se hyrje, ose ka pas hyrje lart të dyqan poshtë, Qartë. që o e ka privatizuar në 91-shin, ose e ka ble gjatë viteve, nuk ja u kanë njoft. Nërsa kryetari i kësaj lëvizje atje është një njohur jemi, një profesor, Edmond Çato. Jeton të dhe një kombinat? Ai ishte iniciuesi kryesor që krijoi këtë lëvizje, grupi për mbrojtjen e kombinatit, dhe që Ja kanë çuar çështjen në ai e fitoi gjyqin dhe pallati i tij nuk është prishëm, duket dhe 2 pallate tjera. Se këto tjerat janë bë, ishte ai varianti që shkonin koti vinin vit kuqe, unë madje kam vizituar disa hyrje. Ishin prishur realisht në Jo. Madje më duket, po për të 2 qëllime ka patur për. Tendera për të vjedhur. E para është tendri që do të bëhe nga bashkia për të ndërtuar atje poshtë, dhe e dyta, duke prish këto pallatet aty që është vend më i kulluar dhe më i mirë për ndërtim, mendoj që kanë patur një ofertë në mënyrë korruptive që t'ja lërojnë tokën për ndërtim në një nga këta ustallarë. Dhe janë për ndërtime fatikisht atje? Kanë njetë sepse u bë gati ai vit që ai bashkisë është në burg, këta e kanë ditë që po nigjeshim penalistë se ka patur kallëzim. Pra hetimi sa vite ka që ka filluar për këtë punë? Në dijenin time duhet jetë nga 2022, besoj. Pra duhet ketë 3 vjetë paka shumë tani. Besoj, është në limit. Qartë. Edhe nxitimi këtyre, ju i thatë arreste, po këto arrest spije, kështu shumë mirë kam. Mirë, jo, nuk janë, nuk Është i kuptim varet, nuk them jo, arresti. mirë, është masë stërnguse është. Masë stërnguse, po. Mjafton që prokuroria e Tiranës ka lëviz dhe ka adresuar përgjegjësi penale për këtë aferë korruptive që janë ndërtuar disa pallate me një çmim katastrofik në krahasim me çmimin që është real kosto e ndërtimit, dhe që ka bëjë mishmash për ata fatkeq që ja u prishën me zor. Po këta persona çfarë janë më që janë futur histori? Popull më qytetar. Jo. Këta që kanë marrë masa shërnguse. Për mua duhet Se këta janë nivel që nuk i kap spaku, më thënë mua, prandaj e ka prokurori i Tiranës. Pra, këta janë dorë e fundit. Nuk janë drejtor drejtoria dhe lartë. Po që janë pjesë e strukturës posaçme antikorrupsion. E kanë fjalën këta ç'kan përfituar? Ja do të them, kanë ndërtuar firmat e veta atje për ta kuptuar lojën, më domethënë kush ka fituar çfarë? Për mua kanë fituar ata që janë më lart se sa këta. Dhe unë di 2 raste tjera kur jam denoncues vet. Në 2020 kam denoncuar abuzimin që u vërtetu
tashmë me vendim gjykatet formës për herë, për 13 milion euro është tende në uniformave të policave. Po, kjo është e famshme kjo. Unë e kam denoncuar. Po, e di. Po. Edhe çfarë ndodhi? Asnjë nga ato që denoncova unë nuk u morë në pyetje dhe u arrestuan 19 viktima tjera që s'kishin emrin, ke 89 faqe denoncim që bëna unë. Qartë. Autoriteti më i lartë kontraktor pranë çdo ministri është sekretari i përgjithshëm. Ai ngren grupin e vlerësimit të ofertave, ai ngren grupin teknik për kriteret, ai shpall fituesin dhe ai në fund lidh dhe kontratën me fituesin. Qartë. 3 sekretarë të përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme në atë kohë, zoti Ndreca. Po. I kryeministrisë, që ka qenë pjesë e kësaj në atë kohë dhe vazhdon të jetë, Agaçi, apo edhe i sekretari i përgjithshëm që kam denoncuar unë i Ministrisë Bujqësisë, për një ser abuzimesh, një 3.200 euro është blej lopë, sa i benze i klasë me sinjale ke pasqyrat. Perlës. Po. Tender, si ishte kjo? mi zulliri edhe e kam blenë në muajin prill 2017 gjatë fushatës. Në moment që u ndale si ija nga pëseja, kjo ministri përkiste LSI-s. Dhe kanë quar edhe për këtë rast disa fatkeq top tanë, që mas i majti spaku 3 vjetë, i kanë quar në prokurit Tiranës dhe prokuria Tiranës pa thirë kërkën për ta... Edhe unë mbyll tani kjo gjë? Jo, e kanë quar për gjykim, se shpejt se në 2026, mush 10 vjetë... Marona Fati. Marona Fati 10 veçarë dhe parashkru. Pra, se thuash, këta shpëtuan këta mësipër që kanë përfituar vërtet. 3 sekretarë të përgjithshëm të ministrive respektive... Dona Gaçi o nuk është gjë? Jo, pra, u arrestu, po ta mani me një, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, për i tender për 500.000 lekë Po, për vjetë. tjetër gjë, jo për këtë tënde. Jo, 3 sekretarë të përgjithshëm janë arrestuar për tjetin akuz, 3 tjerë jo nuk janë marrë fare dhe kur ka patur denoncim për ta. Me stilve është dhe Ndreca. Sjellje me Ndreca, Agaçi... Po pse thonë që Ndreca ishte në spak pra për hetim, apo këtheshe kam pyetur, nuk është në hetim Ndreca? Mund të ketë, në DNA-n time mund të ketë çështje tjera. Jo për këtë. Po për këtë u dënuan 18 fatkeq që morën... Edhe u mbyllën në dosje. Po më u vërtetua e që thashun, që tendri është abuzim dhe janë vjetë 13 milion euro. Po pra, po shkaktarët e vërtet, ata përfitu se vërtet nuk u kapën, thua ti. Jo, më ato që ndanë lekë, jo. Pra në rregull, se kjo pra është për shpjeguar të shembull. Jo, thashun edhe ku diu një rast tjetër që ishte. Dhe njëta gjë thua ti është kjo kombinatit. Sepse nuk mund të asnjë prej këtyre nuk ka fuqi ekzekutive, qoftë në ligjin funksional të nuk janë as drejtor, po. Po mund asnjë nga këta nuk prish dot pallat, gjithë ata që kanë bërë letrat. Po atëre ku është dëmi që kanë bërë këta pra? Se dakord, më lart është përfitimi, po dëmi këtyre ku është? Se nuk besoj se i kanë fut koto ti. Këtyre u kanë marrë firmat. Pra, siç bëjnë komisionet e vlerësimit të ofertës ose komisionet e tendrave, që i thot po nuk firmose për Hasanin që do ta fitoj tendrin, do të heq nga puna. Jesh në nevojë dhe hallexhi, edhe tremor nga ajo korja e bukës që marrin tek vendi i punës, thon, hajt se edhe i thon të mbrojmë ne. Ky që po më thot firmosa do mbroj. Unë nuk një prej tyre është i farë, edhe pse është pa letra drejtor, për ka qenë gjys krahu i djathi i Velijet, një prej këtyre. Po pra është e foto, Ledion, zish ka të foto në e Velijet, që më duke cenzore pak më parë? Po, do t'jetë një me syze mjekre, një Aurela, Gabriela, që ka, a i matan. A i atje, a i me syze? Po a i si e ka me tani ky? Be shikon. Mese nuk në dukur se në duhet emri shumë. Po jo më e qa lidhe ka. Nuk në duhet emri, jo. Po do më thënë kështë ka qënë... A që afer de facto, pavarësisht që pozicioni ka, kjo ka shëgjeru Velijet në spak duket. Po, e ka shëgjeru atere ku shkote, po. Si shok. Po, si shok. Si shok. Po, se për qa ka shëgjeru. A punën të bashki ky? Fala, a punën të bashki ky? Po, nivelli që është, nuk e di qa pozicioni eksakt ka pas. Atere në atë kohë? Po, edhe besoj, du ta kenë... Janë puna po jakta se mund t'i ke shkarku kjo ardhura tjetër që mojë revanqin... Se nuk e dim, dhe mbani vesh do shta më vonë, se të kjo është një punë fare, e rëndësishme është që ta din qytetarë to, Arjan, që çdo prokurori me kodin e ri të procedurës penale, pas kësaj mender reforme që u votuar nga 140 deputet të trellur nga Afrika e Don Kirkistan Lus dhe Romana Vllautinit, ka tagër që të hap çështje për Ramon e deri ke më i fundit. Pra edhe pse me ligj dhe pastaj t'ja kaloj për kompetencë spakut. Pra edhe i prokuror, i kujt do prokurori. Pse mund ta bëjë një prokuror i thjesht. Siç ka filluar ndihmë një prokuror i zakonshëm i ka hap çështje penale drejtuesit të prokurorisë të rrethit. Qartë. Që thotë ke dhënë urë për të liruar makinë. Qartë. Që përgëzoj atë prokuror, është drejtë e tij. Pra çdo prokuror, një prokuror i Kuksit, si rajon, me ligjin e ri, me kodin e ri të procedurës penale. Po jo, më dhe me reformën që është bërë, dhe me është autonom. Kontrollohet nga gjyqtari që njeh hetimet, por është i pavarur në vendimarrje, nuk është më prokuroria organi centralizuar. Olsi Çelo,
Prokurori i përgjithshëm ka në dorë çelësat e kashte, si laja ke mullari Bykut. Emron vetëm OPG me i komision dhe i bën transferimin. Nga Durrësi në Tiranë, nga Shkodra, ku diun, Lezhë në Përqari. Nuk ka më fuqi. Si lloj fuqie. Para se të hynte në fuqi, ky ligj, kjo reformë e famshme e 2000, prokurori edhe kur shkonte për kërkesë në Po gjykatë, ishte centralizuar, po. i thoshte prokurori rreth do kërkosh arrest me burg, do të përpaqet, pa e thotë. Tash se pyet. Pra një prokuror i prokurisë, ku diun, Gjirokastrës. Fillon çështje penale për një ministër. O kryesisht o në bazë të atyre që shikon anë gjënë atje. Dhe mas i bën dosje ngati për kompetencë, pastaj me që ky është subjekt i posaçëm. Ja çon spak. Ja për cilë spakut. Qartë. Spaku du ta vlerësoj, ta vazhdoj hetimin, do t'i thotë që e ke filluar. Është dorën e spakut për ta vazhduar ose jo. Po sepse gjykon ky kur i shkon dosje. Qartë. Siç ka bankër si për shembull. Marr vesh. Fieri arrestoi ata, prokuroria e Fierit, ta prokuroritë e vogla. Po. 18 këtu i nxorën. 18 fare i nxori gjykata, GKK-ja shkallës parë. Janë nga dy magjistratorët atë. Kinezin jo, Kinezin gjenetik jo. Kinezin ekonomik po. Kinezin gjenetik po flasëm. Jo, genetiku jesën, a i nuk një Fieri shkreti. Mos. Nuk ka i 24 ditë ka ne, 22. Primo, të të bëj një pyetje me qira fjala me që mbajt e bankers. Po, ky kinezi gjenetik nuk ka njohje me këta. Pikërisht, dëgjoj. As me Ben Krajen, as me... Kinezi gjenetik. Kur ka ardhur, ky është normalisht kinezi gjenetik që thua ti, kinezi vërtet do. Ky është normalisht i bie të jetë CEO i madh i bankers apo jo? Po siç kanë qenë ky kinezi tjetër ekonomik dhe 2-3 kinezë tjerë. Ky është më i madhi. Ky që është në burg, ky është më i madhi. Ky ka vullën vërtet. Por ky ka ne gjithsej në detyrë, nga dita që ka ardhur deri kur është arrestuar 42 ditë. Tani kam një pyetje valla. Kina është fuqi. Pavarësisht se ne këtu jemi zonë amerikane të gjitha këto e NATO-s. Nuk interesohet ambasada kineze fare për këtë vështrim apo s'do me ditë. E ka shtetësin e vet o burr. Çdo ambasadë, çdo shtet interesohet për shtetas vet. Besoj që si kam të kanë në brenda o burr. Besoj që duhet të jenë interesuar. Po nuk ju ecën, Nuk llafi. në Europë më për trasta, është problem trasta këtu ja, nuk është çështje. Mirë, më dakord, se kontanë është ambasada kineze valla, nuk është ambasada e nuk është ku diun një vend i pjerdhur në. Po kemi në 70-ën ne, po të ishim 70-ën. Jam dakord me ty, po prap edhe Kina nuk është me 70-ës. Se qeshun, po Kina ka kalu 7000. Pra dhe po them pra. Ne qeshun kur themi festa e pavarësisë. Kur s'kemi qenë pavarë, kemi 6-700 vjet. Ku pavarë? Nga kush jemi ne pavarë? Po hiç kot fjala që. Po hiç mos ka fare. Sa kohë që ti do të parafrosh legjislacionin me BE, thonë ato ta bësh ligj. Jo, suvereniteti është dhënë. Suvereniteti është shit. Ne kemi fund kamë të suverenitetit. Një sekond. Pra, ky kinezi që ka në burg aty brenda, ka 42. Dhe pse është arrestuar kinezi? Nga dosja që kanë parë. I thonë pse s'ke zbatu ditën e martë vendimin edhe kanë kapë në kurrën të arbitrazhit që ka ardhur për t'i dhënë detyrimet shtetit. Pra për një ditë, për 24 orë, a ka të 22. Po ky rrim brenda se ky është kinez gjenetike, nuk i njeh ta. As gjykatën e shkallës parë GKK-s, as dytës, se ky edhe apeli i dytë. Po mua pse e për ligje dalën në arrest shtëpie të kinezit ekonomik. Fieri arrestoi. Je shumë i qartë. Tani më thuaj një gjë. Mua tani në bashkënjifemi aq sa. Nuk ta them për kështu këtë. Po. Mua në 1 miliardë sa janë kinezët më? Po gati 1.5 për 600 milionë kanë pa regjistruar që mjellënorisë ata. Mua ndërkohë jam naiv, pse më vjen keq për të kinezë që janë më brenda këtu më burr. Gjithë tjerët i kanë lëshuar këtë më brenda. Po është si më keq mua për një kinez dhe 1 miliardë e gjysmë më burr. Jo, po unë besoj që nuk të vjen keq se njeh atë. Jo, pikërisht, ty të vjen keq sepse sjellja në mënyrë të pështirë me shumë standarde për të qenë fenomen. Pra sa kohë që ishin dy kinez, një gjenetik dhe një ekonomik. Ekonomiku nuk është shqiptar. Po pra, s'është gjenetik ai. Qartë. Një e lëron se edhe s'flasin media xeq. Xeq. Ha fare. Ha fare as lajm, as që u lan fuqi vendimi nga gjykata e apelit që të lëtërriej në arrest. Dani më ja, po të flasim me tani për shembull. Ç'an do? Tipi do. Inshallah nuk të heqin në vërejtje ty se unë. Mua vërejtje. Po këta që jo më të shkidhje ka. Jo televizioni. Jo e kam llafi. Drejtori i programacionit ku. Jo nuk kam asnjë sinjalizim të. Pronartë më, shqyr që se ke. Jo e kam llafin po. Se unë nuk ma njen, s'kan çan bëjnë. Edhe një herë pra, mësim. Sikur ne të flasim për këtë kinezin që thua ti s'flet kinezin jo gjenetik të tjetër. I bie që ai tjetri për të ma mbyll gojën mua do të vitë të paguaj? Si i bie? Varianti që këtu që të panë ta dim të kapim me lekë, mësim. Po si stil nuk është i keq ky. Po pse jo më dha? Dhe unë të siguroj që në qoftë se e bëjmë dhe ndajmë bashkë. Po
Të pëlqen si ide? Shumë ide e mirë është pozitivitet të pruar. Ngopu herë vetë, masaj qatë të pruar. Ngopu vetë herë, ta kam bo halal. Po t'i gjo. Ngopu ti herë dhe masaj. E këtë kam fjalla, media që nuk flasin, kam lek të muti për kaj. Pa tjetër. Por dhe të flasin Po këtu bëhet lajm, u morën 3 dita, 4 dita, 3 javë reshtë. Dasma, martoj Josefina, që di qojnë a gozën, së s'kam qenë dasma. Trashgohet. Po trashgohet. Inshallah trashgimi do të thotë inshallah pjell të ketë trashgjimtar mrapa, se është trashgohet. Por bëhet lajm, bëhen emisione. Këtu bankës që ka vjet 15 miliard euro për 21 vjet me të gjithë halet e qeverive që kanë qenë. Ka vjet domethënë nuk ka pagu taksa thotë. Kokërleku më tu ka marrë pasuri kontare. Ka dalë me humbi o misim. Po kemi ligjin për shoqëritë aksionere që po dole 3 vjet me humbi do të shpallsh faliment. Se kanë shpallur ata. Po kjo i bitjen Caritasi. Organizata jo fitimprurse. Qartë. Po në këtë rast na fyën dhe ignorancën, mirë inteligjencën. Këta mori 1.5 deri në 2 milion ton naftë. Se kaluam dhe bankës e në ndërkohë që haruam të lejë. S'ka lampë, po i fenomen po. Mirë, do ta mbyllim këtë? A ta mbyllim këtë? Jo, 1 sekond. Këtu vlla. Nuk e di kush është prokuror? Jo, prit, dëgjoj pyetjen time. Po. Këto arrestime, këto masa shtrënguese që janë marrë sot ndaj 8 vetave. Po. 1 sekond. Besoj do t'i vërtetoj gjykata për 72 orë. Mirë. Janë apo jo? Mirë, a rrezikojnë kjo tani, kjo është pyetje hipotetike për ty. A rrezikojnë këta që duke qenë se tani janë masa shtrënguese, të flasin ku kanë shkuar lekët më lart? Pra, a është i rrezikuar prapë Ermjvelia nga një çështje tjetër që mund t'i hapet? Pyetje e kam. Nuk e besoj. Tu si pa dashje është fut kodi omertajes. Omertat, për ata që nuk e dinë, është kodi heshtjes. Kodi heshtjes i mafjes. Hesht se të mërojmë ne. Dhe kur ky kod ka funksionuar në nivele shumë më të larta se sa këta, nuk besoj që këto kanë kaq kellë që sa të thonë që nuk funksionoi ke uniformat. Ishte i tender që gjithë ata viktimat që u dënuan, nuk dinin ç'është kapelja, panallonet, rrypi, kpuz dhe s'kan marrë karamele. Nuk ka funksionuar ke këta që kanë hangë dardha mas Ramës. Qartë. Pra, flasin mas Pilafi, bëjnë sa emisione me tapet kujt, me perte dzez për të mos tregu se qa dyqanit Zvicës janë, por që realisht nuk kanë denoncuar konkretisht se ka patur këte politika, përse këte njësë Rama për të bërë 1 miliard e 150 milion euro rrushe kunda të rindërtimi tërmetit, për të kanapizuar Shqipërinë që është marrë vendim qeveria, për këte, du t'i bëjnë me letrat ja qojnë prokurisë. Qartë. Kështu që pse pret nga këta, jo, kot po pyet. Brymë me funit e kavallit, këtyre ju thonë ata që të pjapim nga i shtëpi, nga këta që keni atje. Ju do të nani me në gjobë, se dhe masat i shofë si limonat. Pra këtë më shumë është që kam kaçu nana me lagojet. Po të llogarish damin ekonomik që kam bata, duke shem pallatet, dhe duke i marrë lek buxhetit. Edhe vuajtja e njerëzve atje, ë? Po janë 4-5 vjet për jashtë, 6 vjet, që në 2019, ata që janë për shtëpia. Jo, është e rëndë. Por edhe buxheti i taksave të qytetarëve të Tiranës, që paguajnë për ujë, drita, rrugë, pastrim me merak, këta shkojnë për rrushe kunda atje se ju do qefi këtyre, janë shumë pak limonat këto masa për këta njerëz. Po pyetja? Pyetja vjen nga publiku për ty. Më thonë, zoti Murizi, si do e liroj gjykata amerikane, thot kinezin? Sepse qa the ti një parë për gjykata amerikane, qa the për... Jo, nuk tha shumë, po ai që pyet... Jo, prit. Ai thot që gjykata GKK-ja, për Spaku, thot e kanë kryuar Amerikanët, mendoj në? I ka ra me qitet largë. Po, pra. Se ka dëgjuar dhe, po unë lexoj me vonesë, prandaj, se ka dëgjuar me di folet ti për... Po nuk thash gjykata amerikane, unë thash GKK-ja. GKK-ja, pra. GKK-ja është gjykata speciale. Po, pra, dhe thot prokuroria e përgjithshme kur merr një çështje që lidhet me shpërdorim detyre ose korrupsion me fonde publike dhe që hyn në kriteret e Spaku, thot. Për shembull, kur përfshihen zyrtar të lartë ose dëmi ekonomik i madh, e shpall direkt mos kompetencën dhe ja kalon çështjen Spakut, pa vendosur masa sigurie. Prokuroria e zakonshme nuk mund të marrë masa sigurie në çështje që takojnë Spaku, sepse nuk ka jurisdiksion. Çdo masë marrë jashtë kompetence, do sillte për vlefshmëri absolute të atij vendimi. Gjykata amerikane, domethënë Spaku është ideja. Po pra, ja po shkojmë tek rasti si e mori gjykata e Fierit. Po Bangersi nuk është, Bangersi nuk është. Ja pra, bravo. Si e mori Fieri, nismën bëri edhe arrestimet, shpallë edhe masa tjera. Ata e morën para sa muajsh, po. Patjetër. E majtën dhe 4 muaj duke bë thirrje unë në çdo studio, pse se merr Spaku, o Altin unë, u ktheve nga dashpa me daullën në Amerikë, o Altin, po të vjen treni i bankës dhe po të hyjmë në hapësirë që mos thuj brinjt deri në datë 18. Në fund pastaj u kujtuan shtatorë morën. Sa morën i nxorën. Pra, nuk ndalohet me ligj prokurit rajonale për të filluar çështje penale edhe ndaj subjekteve që janë Spaku. E kuptova. Pastaj mos i kryen do vepra para, kur e shef që është jo kompetencë ti që dalin zyrtarët, ja përcjell Spaku. Qartë. Spaku ka drejt thotë që
Ka apo s'ka? Bën ose s'bën për mua, po e qartë. E kuptova. Pra, unë mendoj që të thotë edhe për bankin që s'bën, po këto zgjodhen stilin tjetër. Nuk thash s'bën, po e nxorën. Atë edhe tash avash do ta shikojmë. Ora 22:26 minuta, bëjmë një xhiro urgjent Ledio, por do rikthehemi prapë, nuk do ikim menjëherë. Të kujtojmë njerëzve që mos futin çdo lloj zorre që gjen në rrugë, më futën mes në mes të kësaj. Çdo lloj qeshmi symi si i pëlqen fjala zorr patjetër. E përdor dhe vetë në kontekste të tjera. Unë kam për zorrën literale. Jo zorrën e barkut që kemi të gjithë ne, jo. Se ne zorrë jemi të gjithë. Flas për zorrën për tubin që i fusi makinës. E paseri ju kaloni në çdo cep dhe kur gjendeni pa benzinë ose pa naftë, bam thoni hajde po ta mbushim. Ku e mbushni ku? Te SPO ili do shkoni, ju kam thënë, sepse janë Ja fusi makinës sot zorrën. po për shperlo. Po zorrë është tubi, pra tubi. Më pëlqen shumë. Makina është kene pa fajshme. E di. Prandaj e them, mos fusin çdo lloj zorre dhe makina nëse do e prishni i them. Kështu që urgjente SPO ili, do të ju kënaq lymi, sepse atje ja vlen, je performancë motorit, e ruan motorin nga benzina e keqe dhe nafta e keqe që ju thash fusi zorrën kot. SPO ili urgjent është the fuel of champions. E keni gjithandej, mjafton të hapni syt dhe mos shkoni kuturu kot. Do kërkoni SPO ili. Keni në blok njerë, për gjithë ju që vini vërdanë në makina luksi. Blok e keni, ja. Dakord, rrugë Kavajës, në autostrad, Peqin, gjithandej. Peqin apo në Sarik, tani ku është, Peqin, po. Gjithandej, e këthes e Peqin. Per. Bravo, Said! Ledio, rikthemi dhe njerë të kjo çështje. O Mystim, Urdo. si përfundim, në këto moment i po flasim ne, duke mas punën nga këto arrestimet, nga kjo ngjarje e fundit të bashkisë, që nuk kemi shtemi më, sepse në fundit të shohim tani, do mbeten me kaq të madhe siguria apo mund të kalojmë më shumë? Gjykata, Tani, se mund vërtet omertaja nuk është thyer deri tani sot, po një ditë mund të thyet atë. Mund dani njëri dëshpëruar, për shkakun që thotë, shumë abeti nuk kam ç'a bëj vëlla, do të shpëtoj familjen time. Edhe flet ai. Dash Zoti që dalë edhe sa më shumë i shtoftë. Po pra. Sa më shumë të ketë të tillë lloj, aq më shumë kontribojnë në frenimin e hajdutëve të mëdhenj që ajo gjem ka. Bravo. Te pjesë e bankrësisë, Mysym. Vetëm kinezi gjenetik është, kinezi i vërtet është e burg. Po. Të gjithë tjerët kanë dalë. Ky kushini Tenziapinit, po vetëm ai. Të tjerët kanë qenë me masa të lehta, kanë qenë dy mburg. Mysym, ka një prapavi amerikane mbrapa kësaj mbylljes, mbrapa goditjes bankrësisë. Unë kam bëj postim kur kjo se thonë tani që Trumpi do të heqë këto nga Europa. Kur kjo e shkarkuara, i them unë me punë, jo e ngarkuara, Nancy, që është në ambasadë, që s'është ambasadë. Aktualja. Po. Grua serioze më duket mua ajo. Kurse e njoh, por që nga mënyra si u prezanton fillim që doli foli shqip, tha ju bëj shqiptare thirrë, ashtu flasin gjithë duhet vizitoj dhe çfarë duhet lexoj. I pa ta bëj përgjigje, ajo që lexon të mia është shumë rrimë rama. I thash vetëm mos hake lokale Exona, Hynimburg ai i liri. Exona i Beqës. Po, i thash edhe për të lexuar shko lexo dosjet e sigurimit të shtetit ke Genta Sula, që t'ju ofër shqiptarët. Genta Sula, kush është? Kryetari i autoritetit dosjeve të ish sigurimit shtetit. Po tani ku është? Aty është. Është akoma aty. Ke ish shkolla bashkure ka zyra, dhe i thash, me që kjo bën një thirrje shqiptarëve, unë si shqiptar rekomandova në profilin tim, Qartë. që qa duhet vizitoj, thash, mos dil bregu detit, hash fiq edhe raki kumë si Juri Kim, mos hake kjo Exona dhe për të lexu, të rekomandoj që është këtë dosje të 2 ditë, lexo spionët që i takon ti për ditë, nga opozita, qeveria, që kanë qenë, thash edhe e ke njoft Shqipërit. Kjo vetë takoj Ramën para 2 vjetësh, i tha, për investimet, kineze dhe ruse. Për fat keq, në aq informacion sa kam unë, dhe unë nuk shoh në investim serioz amerikan. Skavica. Këtu... është, se unë nuk e di, qa është? Nuk e di kush është mrapa, po... Hidrocentral është? Kur të bëhet. Unë shoh që pasurin nën toksore të shqiptarve, ja u dham kanadezëve në 2004 e morën kinezët. Pra naftën. Unë shoh që hekurin e kanë Turqit. BKT-n, Telekomin, portin Turqit. Edhe ato Bistrica 1, Bistrica 2. Ka ardhë Urbani me këta OTP, banke që janë këta të kësaj, ke kinezët në 2-3, jo aeroportin që e mori mësa ne një biznesmen shqiptar, kinezët e kishin. Po, kinezët e kishin. E mori kinezët e Po, kinezët, po. U Amerikan nuk ndali gjikun dhe mu duk si galat kjo thirrja e Nensit, ke Rama që... Po, kjo është para sa kohë është kjo, se ti flet pra 2 vjet. Sa i vite gjysë. Po, jo, mu në them, tani ka ndodhë kjo më burë, kjo e kësaj, është pasaj të Trumpit, pra.
Tani kjo administrata kërkon që të ashtu se ka filluar një kështu ndaj dhe kinezëve. Edhe ata tjerë përpara. Ati thua e kishin? Po, e kishin si teori. Qartë. Se këtu kene... Pra të nuk i beson shumë kësaj. Fat kejt tek ne, ka një 10-15 vjetë ambasador kinezë kanë pru ata. Amerikanë. Në fakt me origjinë azjetike. Gjaku nuk bëhet ujë, Arian të shqitë. Se kur rrim me shpi, shoferi im Guri, ka ikë dhe ka marrë letat para jurikimit në Amerikë. A i ka vë 2 vjetë mrapa. A i ka ikë 98-ën, Kimi është bë. Pa ka lindur atje. Por ku ka lindë, më ka lindë ishte që se ka as gjysë kooperative, as e ka Amerika, as e ka Hondurasi, as Zimbabweja. Nuk voton ajo. Ke veni ku ka lindë, nuk voton dot. Së qytetare që ka drejt vote. Ke fshati që ka lindë. Nese, ikim nga juri, Ne kemi ikë, po ka ikë dhe juri vetë, mo. Ka ikë dhe ajo, po. Ikim ne, ka ikë dhe juri, më nga katoni vetë ka vetë në Amerikë. Ore, po ka fillu... Të shi ka artu ke ne, ke Bangladeshja, ke Anijet. Bravo, tani ka... Ka artu e, ke këto e 100 milion euro. Ka fillu të kjo kompania... Po, drejtoresha. Qape. Janë 2 rangalle që janë ble për generator, që nuk neze as me motor, as me manivel. Po neza ata do vi tymi deri në Lushi, po të neza. Shikoj që nuk neza. Edhe shteti sa paguan ditë për 100 ato? milion euro total deri kur të mbyllet kontrata. Ata janë marrë me qira. Ata ti blesh bëjnë 15 milion euro, ti blesh treja si generator, bëjnë 15. Ne paguajmë 100 milion euro, nuk nizën kurrë ato. Se është kjo nga Zimbabweja mrapa. Pra ata teorikisht shu e kanë pas luftë me kinezë, po në fakt që për 20 vjet rresht, na kanë pru 5 kinezë ambasador, do të thotë që bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Sigurisht. Kështu që unë nuk po e marr, unë them sjellja e Spakut me shumë standarde për fenomenet njëjta. Se ju qepa sikur po të ndihmoj ty në fakt, inshallah nëpërmjet kësaj që po artikulojmë gjatë për bankën, mos e të vinë takojnë dy. Jo, më jo. Jo, ti thon mos e fto më atë. Ti vazhdo Terezin ta kur të ngopesh ti çat teproj mos anë. Kështu që nuk vjen unë se ka shpinë lart. Unë po shoh. Por që po dal ke qeveria. I ministre dhe drejtoresha AZBR-s ka ardhur 2 herë Olafi, ai që arrestoi Mogherinin. Atje? Po. Ka ardhur dhe thot 60 milion euro na e keni vjedh ke fondet e bujqësisë. I thot Spaku të arrestoi smeren këta me këtë. Qartë. E të mëshme. 2 incineratorët kanë fut 9 herë në burg Lefter Kokën. Lefter në burg është, po këto rrin çdo 6 muaj rrasi nga arrest. Arrestohet Lefter Koka do për të. Për inceneratorin e Tiranës? 0. Asnjë. Pranijet e Bangladeshit? 0. Kështu që sjellja me ti thua janë e hetim ato, pra 0 deri tani, po mos është janë e hetim o lym. Po 3 vjet është me kodin e procedurës penale. Po 3 vjet. Po kalu në fatet. Aq mund ta marrësh një dosje në përkat. Ka kalu 3 vjet thotë? Po se dihet. Ai pjesa e atyre që duhet ishin të pandehur për incineratorën e Tiranës, po i ka kalu 3 vjet. Ja kalu në fakt mirë ke. 2021 ishin është arrestuar Lefter Koka. Kur u hap loja e incineratorëve. Mbyll. Ai në korrika në shtator. Po kjo Tirana thonë që ka një fraksion morti. Kjo Tirana, incineratori i Tiranës, ka një fraksion thon këto. Merren me. Kam frikë se mos ka fraksion. Se fraksioni është tjetër, fraksioni është tjetër, mos është djeg. Mos është djeg. Si ishte ma thuaj edhe të parë se ikim një pauzë. Te kujt? Çfarë Satokardit? Jo, ajo që Perla jo, Satokardit. Lera është mrekulli. Po. Prisë merr një mesazh. Mesazhet, po. Ja do e them tani, po, ma thuaj edhe atë një lop ka kushtuar të ti? 3.284 euro. Saj Benz E-Class me sinjale ke pasyrat me distronik, që frenon vetë, se lopa nuk frenon. Ja, kjo është pjesa që duam. Lopa nuk frenon. E krahason çmimin e lopës, që kushton sa një Benz E-Class. E-Class. Me sinjale ke pasyra. Me sinjalet e pasyra. Dhe është blen 2007. Jo, prit, si me distronik që frenon kur shef. Që frenon vetë. Po, kur shef mullar byku, lopa quhet haj, Benzi frenon. Nuk mundem më, Ledio, nuk mundem më. Nuk mundem më. Të gjithë ju që keni pyetje për Mysy Murizin, zë zotërisë, po kënaqem këtu, me siguri dhe ju, se aktualiteti vetëm kështu duhet përcjell. Duke buzëqeshur, kam thënë, dyshë të mërziteni. E shkoni atë kutinë atje, i jepi rëndësia asaj, prandaj shkruar pyetjet tuaja, se ju atë mund ta skanoni, paf, në celular është thjesht, bëni një login dhe shkruani pyetjet tuaja, unë nga fundi i emisionit do më dërgoj një link dhe unë do futem dhe shikoj mesazhet tuaja. Nëse keni pyetje për lymin, jo e fjalën që do t'i lexoj. Bëni vetëm pyetje, mos bëni shumë komente lollo se s'kam nerva. Pyetje të shkurtra, dakord? Shkurt, sakt, thjesht.